Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa salatu wa salamu ala ashrafil khalqil mursalina Nabiyina Muhammedin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Thumma amma ba'du. Të gjitha lavdët, falënderimet janë vetëm për Zotin e Madh Allahun subhanahu wa taala. Atë falënderojmë për tij falë dhe udhëzime, kërkojmë salavatet dhe selamet për shëndetit më të mira mbi të dërguarin më të mirë, mbi Muhammed Mustafan alayhi salatu wassalam, mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndershme dhe të pastër dhe çdo musliman i cili ndjek rrugën e tij më të mira dhe në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar xhamat, pas falënderimit të Zotit xhelle xhelaluhu dhe salavatet me pejgamberin alayhi salatu wassalam, ne gjithashtu jemi mirënjohës edhe hoxhës së nderuar Hoxhës Samir dhe këshillit të xhamisë që së bashku u bën sebeb që t'i ndajmë disa minuta të përbashkëta para kësaj jacije dhe para taravijës, që të shfletojmë nga libri i Zotit, të shfletojmë nga fjalët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe të përmendim nga fjalët dhe mësimet e ulemave në mënyrë që të ngjyejmë edhe të shijojmë diçka edhe më tepër nga kuptimet të cilat Allahu subhanahu wa taala i ka zbritur në Kur'anin e Tina. Të nderuar xhamat, jemi në mesin e Ramazanit. Një pjesë të madhe e kaluam, gjysmën, po na ka mbet edhe një pjesë bukur e mirë, gjysma tjetër, edhe ndoshta edhe më e mira e Ramazanit, nga se nga fundi i Ramazanit pritet të jetë edhe nata e Qadrit, ku e lutim Zotin e Madh xhelle xhelalu që Allahu subhanahu wa taala na e shkruaj në kaderin e Tina që ta zajna natën e Qadrit. E natën e Qadrit Allahu na e mundson që ta mbushim me vepra të mira, me lutje të cilat do t'i bëjmë. E në ato lutje Allahu subhanahu wa taala na shkruaj prej atyre lutjeve të cilat thot Allahu subhanahu wa taala estajibu lakum, unë ju përgjigjem juve. Të nderuar xhamat, Ramazani gjithmonë vjen me mësime, gjithmonë vjen me disiplina të reja, gjithmonë vjen me edukata. Andaj ne si agjërues nuk kemi vetëm agjërues klasik, e lajm bukën, hajm iftar dhe vazhdojmë. Jo. Allahu subhanahu wa taala ka disa objektiva, ka disa qëllime të cilat dëshiron mi arrit nëpërmjet robërve të tij kur u legjitimon edhe u bën fard disa prej detyrave. Andaj thot Allahu subhanahu wa taala në Kur'an në surën An-Nisa, yuridu Allahu an yatuba alaykum. Allahu xhelle xhelalu dëshiron që ju të pendoheni. Zoti do t'i mukthi ka e mira, Zoti do t'i të kthesh nga e hajrit. Zoti e do edhe mëkatari edhe gjunaqari mas shumti që është nxit. Gjuna thot yuridu Allahu an yatuba alaykum. Zoti do që ti të kthehesh. Madje Allahu subhanahu wa taala i ka thënë njerëzve më mëkatar në dunja dhe më gjunaqar në dunja dhe njerëzit të cilët i përshkruajnë Allahu subhanahu wa taala shirk, prej jehudive dhe të krishterëve, ju drejtohet Zoti i Madh xhelle xhelalu duke e lënë të hapur derën e kthimit dhe pendimit dhe përmirësimit dhe korrigjimit, duke ju thënë Zoti i Madh te bareke ve teala, çfarë ju ka thënë? Afala yatubuna ila Allah. Pse nuk pendohen te Zoti? Pse nuk kthehen te Zoti? Ku Zoti e pranon pendimin, ku Zoti e pranon që njeriu edhe pas mëkatimit të gjatë i kthehet Allahu subhanahu wa taala dhe Zoti xhelle xhelaluhu, çfarë? I afal ke gjunat. Shiko të ndërum xhamat, ne mas shumë në këtë dunja, kemi nevojë çka, a e keni pa mas shumë diçka i hikmi, mos na ndëshkoje dikush. Mos na dënoje dikush. Më ran se me dënu s'ka, më ran se me ndëshku s'ka. A kretë mëkatet çka i bëna, në fund e kanë një kost dhe është ndëshkimi. S'ka mundësi mi ik kurkush. Ti mundesh mi ik kamerave, ama nuk mundesh mi ik Zotit. Mundesh mi ik njerëzve, ka mundësi e ban një mëkat veç ti edhe Zoti e di. Apo, andaj ti del në qytet edhe del në fshat, edhe e di se ki ban një gjuna. Edhe e di se kurkush nuk e di ata, edhe rri komod, pi çaj me njerëzi, pi kafe me njerëzi, dhe e di se kurkush nuk e di ata. Ama ti në brendin tane e di që veç Allah e di. Brendin tane e di që Zoti e di. Ai nuk mashtrohet. Allahu xhelal nuk mashtrohet. Andaj gjëja e parë të ndërum xhamat këtë Ramazan që duhet ta bëjmë cila është ta dimë se Zoti hap dyert. Allahu na thot pendohuni, kthehuni te Zoti. Kjo kthehuni te Zoti shumë prej muslimanëve e marrin se doni mëkatar që piraki, e që lum bigjoz, e që lum kumar, e që bën zina, çati ati than Allahu, jo. Jo të ati than, po se vazh ati than. Po ai bigjoz pa çetër e ka që ai më pendohet. Ama Kur'ani, çiki Kur'an, kur i ka zbrit pejgamberit alayhi salatu wassalam, i pari që e ka lexuar kon sahabia që u fal gjithë ditën e gjithë natën.
Kur I ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sahabeve, inni la astaghfirullah fil yawmi 70 marratan aw 100 marratan, ka thonë alaihi salatu wassalam, pasha Zotin 100 herë në ditë, transmetim 70 herë në ditë, I tham Allahut o Zot më fal. Atë ka shku ndërmend çka kërkon falje pejgamberi alaihi salatu wassalam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tan ditën e ka mbush me agjërim, tan ditën e ka mbush me adhurim, tan natën e ka mbush me punë të mira. E pi çka I është pendu pejgamberi alayhi sallallahu alaihi wasallam. Para më të ndërum xhamat, nëse na e shohim në mëkatar, është ulë të thonë o Zot falem. O Allah falem, e kam bënë gjuna. Edhe na e kuptojmë se ka bëu gjuna atu kërku falje. Po para më pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam I cili kët punë ka pas veç mira, dhe jo veç kaq, është I mbrojtën pi gabimit. I thonë në gjuhën e shariatit ma'sum. Ma'sum, çka I bë ma'sum? Zoti e ruan më të bërën mëkat. Atëra pse ai çdo ditë ka thënë astaghfirullah wa atubu ilayhi 70 herë. Na me pa një njeri 70 herë, kështu me theksuar me vot me tobe, çka thojna? Ky pa bon Allah doni gjuna vet Zoti na fal. Inshallah s'na donon këtë katuni për ta. Se na kur e shohim dikan të bëj istighfar, mendojmë se ka bëu shumë keq. Por pejgamberi alayhi salatu wasalam neve na mësoi diçka, se ajetet e pendimit dhe ajetet e kthimit të Zotit nuk janë vetëm për mëkatarët klasik, por janë edhe për ata mëkatarë të cilët jo dukshëm janë të bëjnë mëkat, po janë të ja dhanë hakin sa duhet mirës. Andaj në fenë e Zotit të ndërum xhamat, mos me mbush të mirën sa duhet, çfarë I thonë? I thonë mëkat. Për shembull, ti ja mush dikujt ujin, ja mush çajin, apo ama s'ja mush sa duhet. Për shembull, o xhaliria se ti ja mush xhins, mysafirit, edhe baba I vërtet thotë mush akret. Mushat plot. Ai çka thonë? Ai ja mushi. Ama I mirë Allah nuk e di, nuk I di rënë çka thot, ja ka mush më pak. Ama te prindi çka thot bën e keq. Mos ani I vërtet më vonë. Çka I thot? Po pse s'ja mushet ti plot? M'korrite para misafirit. Thot po unë ja musha be. Thot unë e bona mirë, ja bona nderin. Thot po ama s'ja mushe sa duhet. Shikop çajm se s'ja ka mush sa duhet, ujim se s'ja ka mush sa duhet. Thot pse s'ma prunë më shpejt, pse na I vanojsh thot hajet, edhe llogaritet si e met, megjithëse ai ka bën izmetin. E të Zoti I Madh xhelel xhelal të ndërum xhamat. Sa prej neve falim namazin, ndoshta. Sa prej tyre se falin namazin që maksi e madhe dhe rrezik I madh. Sa prej neve agjërojna, ose japim zekat, edhe bëjmë hax. Ama Allah thot, e fela yatubun, se spendohen këta. Allahu xhelal thot në Kur'an, ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allah. O ju të cilët keni besuar, pendohuni te Allahu. Çish mu pendohu në Zot xhami jam? Po në xhami po pendohu. Pendohu se se mushe sa duhet. Nuk e mushet mirën sa duhet. Shishja zë ala, zemra zë ala, ki shpirt ala I duhet Zoti I Madh xhelel xhelalu. Ti e ke bën një namaz, e ke bën një dhikr, ama ki mujt mi bë di. Ki mujt mi bë di. Çi ki agjërim të ndërum xhamat, çka e bojnë ana? Çi ki agjërim? O kon ushtria dhe ushtrimi dhe asfërllëki të cilin e kanë nxjerr ushtarët më të edukuar pejgamberi alayhi salatu wasalam, me të cilën anë kanë botës kamri Islami. Ja, na kujshin se ne trazojna më vajmë thonë, hajde dhe vetë pa. Shiko sahabët të ndëruar me çka Ramazan, me çka I njëjti Ramazan. Një ditë për ditëve Anas ibn Malik radhiyallahu an. Isha disa prej tabinëve. Tabin janë ata dostat e dostave të pejgamberit alayhi salatu wasalam. Këta se kanë po pejgamberin alayhi salatu wasalam, po ja kanë po dostat. Çka tabini. Edhe një ditë për ditëve isha në xhami disa prej xhamatlive, dietarëve tu diskutu për sahabët. Edhe janë konë të bo muhabet. Pse Ebu Bekri radhiyallahu anhu është njeri më I mirë? Apo, se pejgamberi alayhi salatu wasallam kanë ardhur disa hadithe të dobta për kuptimin e kanë të saktë, se ka thënë sallallahu alaihi wasallam, Ebu Bekri Siddiku ditën e Kiametit me nxjerr në mizan, në peshore, edhe umetin me nxjerr ka ana tjetër, Ebu Bekri më shumë ranon. Edhe kanë filluar me diskutu me bo muhabet. Njëri pyetën ka thonë, nashta be ki u fal më shumë, por sa tha më I mirë. Ai ti ka thonë, ki kanë inu edhe vullnetarisht është Ramazanit. Ai ti ka thonë, jo ve shumë parë ka thonë ki. Ki ka thonë shumë parë për sa më I mirë. Apo, ai ti ka thonë, o ki e ka pa çikën e vet e ka pas gruaja pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kanë nis analizat, e keni pa na kur analizojna? Apo, te na ka shumë analista. Sidomos na edina populli analizon shumë, se na me prodhu kur gjos prodhojna. Para po na analizojna çati. Sa po prodhojna diçka. Çka prodhojna? Muhabet. Po shash edhe muhabetin me nanal, o xhotja, çat mojna na. Ora çat çaj mos me pija. Na analizojna shumë. Edhe ata kanë filluar me analizu. Edhe Anas ibn Malik radhiyallahu anhu ati
Thot ju një çka një të fol. Ini të fol se Abu Bekri psa kon më i miri. Thot unë kam pas dos dhe kam pa pejgamberin alayhis salam. Thot Abu Bekri është më i miri, ama hiç si në t'ia çollu ku ka kon muhabeti. Shikoj çka ka thënë. Edhe kjo është mesela çka neve na duhet. Ka thënë vallahi edhe ato i kanë pas 5 vakt namaz sina. Një Ramazan sina, njëtin zeqat sina, njëtin hax sina. Ka thënë walakin, e çka më mesazh, e mirë po. E çesoj mas mirë po, më ç'na merre. Çat Ramazan sikur na e kanë çliru një dunja, nasën e çlirojnë në gojë. Nas mëna me nal dorën tonë. Nas mëna me nal në haram të vogël të shtëpia. Në televizorin kanalin se një ndrojnë në sa të këshirë diçka s'ka s'duhet. Apo kanalin se në ndrojnë. Para me nësa do t'jena nojeve kanalin, shimeve kejtë se harama, së në shim na hoxha. Po Ramazan, së në shim na. Se Ramazanin nuk në leneve shenjën. E qka tha Enes ibn Malik radiallahu tha, o ju musliman, Ebu Bekri u konë ma i miri, po ju qka një të bo ma bet, nuk o që ati. Aja kish pas mush zemrën mirë me iman. Zemrë tha. Te Allahu tha ka pa në zemrën ati shka s'kena na. Këtu në zemrë. Apo, andaj të ndërum gjemat, ta kuptojmë se pendimi të Zoti, nuk o veç a i gjunaqari, ka bo një gjuna, a i du nuk me pendu, ka bo gabim, a i duhet nuk pendu, apo. Jo, du të me pëndu edhe na. Du të me pëndu edhe na shka vim gjami. Du të me pëndu edhe na shka agjerojmë. Bile na shka agjerojmë du të me pëndu ala ma shumë. Pse du të me pëndu ala ma shumë? Se a i cili e njetë madhin, a i ma shumë du të mi izmet. Apo, por shemull nëse ti takosh me një njeri, edhe por shemull ti se di sa ajo profesor, ose hoqë, ose dietar. Edhe silë është rëndom, trajto si kur gjohiq. Apo, edhe ven njani por shemull shka e nje. Edhe po ki hoxha, dietar, këni kujdes me ketë. A këton? Cili ka ma hak musil ma mirë ndaj atina? A shka e nje? A shka se nje, qka thot? Po që ditë adhe Allah që e kështu me radhë. Ta një të ndërum gjëmat, cili duhet më jutut Allahit ma shumë? A na që e njohna, e që agjerojmë ata shka se njofin? Jo, pa ata shka se njofin, se njofin. A shka se di nuk e di. Ama na që e dim, e njofim Zotin e madhë, subhanahu wa ta'ala. Allahu gjatë ditë në kjami thot, po tim ki ditbe. Po ti e kini e zanin. Atë ka thirë e zani po. Ju kini pas hoxh. Ju kini pas agjerim, Ramazanit ka ardhë. Ti e dash më tut mas shumë ti. Apo, a e ki pa prindi. Prindi mas shumë ti e merë logari gjelin e madhë. Pse me ta ka putot? Ty ma i madhije. Por shemë kur kanë bo kitë potere. A bojnë për shemë 5-6 potere. Mas shumë ti cili e ha. Poterën. Pro, qërtimin. Ka në qërtojnë ana. Ne e qërtojnë matë madhi. Po ti pse i lave? Se ti ma i madhë. Ti ma i pjekt. Ti ki ditë. Se ti e kilon. Ditën e kiametit Allahu subhanahu wa ta'ala të në thojë neve. Ju që kam kini njof. Ju që shumë kini trajtu. Na përshimë zakën është të në. Po ama o gjo, ka dhe qafira. Pa qafira. Kësë një Allahun. Ama na që e njof na, andaj të ndëruar gjëmat, është ki muaj, ku ne duhet të mbushim rezervarët tona, për 11 muaj me na hec. Në thash elhamdulillah, gjamia tona, sidomos në rrëdhinat tona, mashallah janë të mirë të mushta. Ama, 11 muaj qërë. Shiko të ndërru sa jemi të gatshëm, sa jemi apo pak dhe e përcjellmi vazhdimisht. E keni pas si cili pineve përcjell telefonin e vet, thot a mos e kibeni asi mbushës se po ka funje kam baterien. S'do mi ushim hiç apo? S'do mi ushim. Se thot sën himës në internet. Sa shkojna me një restoran, sa shkojna me një hotel, sa shkojna me një vend të hujmë njerë, sa e keni pasvordin, s'do mu kanë offline. Pse? Se edhe ne trajtojnë vetën se na shumë ki dunjaja. Apo, se na dëmon, ki dunjaja vardë për neve. Çdo na mu kanë offline. A me iman, a e ki kontrolu a gjë? A e ki kontrolu, ka regulator të ndërum gjë, ka regulator, kalzon, sikur telefon që të kalzon. Thot imani jot është low battery. E shtash jemi të muj karrikusit. E mush, sa me mush, e kur ta mushës zgjanoj baterien. Pse? Se 11 muj pit ditës bajramit mbyllët kjo. Apo veç të nalët rrima trak, thot shtash kush sa ka bateri qaq. Deri Ramazanin qëtër. Për këtë arsye të ndërum gjëmat, të pendomi mirë, të kthehemi te Allahu mirë, të mbushemi mirë me iman, ta përjetojmë maksimumin e Ramazanit duke harxhu komplet energjinë në mbushje. Apo a e keni pa kur merr njëri udh, i thot atij te pompa e benzinit, thot mushë mirë se për Stamboll jam nis. Mosh më mirë, thot deri ngrik, pse udh kam gjatë. Po para më në ahireti sa i gjata të ndërum gjëmat. Para më në ahireti sa i gjata. Andaj të mbushim këto zemra, e sikur mbushet Ramazan zemra kur kund nuk mbushet, vallahi.
Allahu xhelalu a dini sa mjetët e sebepët i ka bë që ti të mbushet zemra, veç me iman. Armikët e insanit të ndërum janë ca? 2. Një i jashtëm, një i mbrëmshëm. Cili është armiku i jashtëm i njeriut? Shejtani. Cili armiku i mbrëmshëm i njeriut? Nefsi, barki. Apo edhe hajri i jashtëm edhe i mbrëmshëm. Apo meleku edhe frymëzuesi jot i mbrëmshëm. Shikon në Ramazan të ndërum xhamat. Melekt i çelin dyert e xhenetit. Allah na bof nasib ya rabbal alamin. Tjetra, lexohet Kur'ani, hajri i mbrëmshëm shumë i madh. Vazhdimisht ka ligjërata, ka ajete, ka hadithe, pse? Se hajri, pra pozitivja dhe mirësia të njerëzve është e madhe. Tjetra, shejtan Allahu thot, ka thënë alayhi salatu wassalam, wa suffidat ash-shayatin, dhe mbyllën pranga shejtanët. Kush të kamet? Ka me veç barki. Ja, veç barki. Allahu xha me barkin me agjerim ta kalif. Edhe në Ramazan, nëse kitë që kjo atmosferë ka është ndryshuar, edhe prapse në fiton xhenetin, vallahi fajti kena vet. Apo fajti vet. E keni pa prindi, thot e kam vesh, i kam dhënë parë, ja kam bë këtë tasi, e kam çuar në shkollë. Krejt tas mirat ja kam dhënë, edhe pra s'ka mësua. Është mirim. Andaj Allahu xha këti ka bë për neve. Dhe na prapës me dal fitimtar, kjo është gabim i madh. Andaj gjëja e parë që duhet ta kuptojmë është si cili musliman, se e kemi muin të cilin duhet të pendohemi dhe të kthehemi te Zoti. Sinqerisht më dhon Allahu të besën, o Zot, du mu kthi ka ti. Du me mush Allah të mirën. Gota e zemrës time, Allah ka nevojë për hajër. Mbushe me hajër, mbushe me të mira, që ditën e Kiametit të konvertohet dhe të përkthehet ajo me sevap dhe xhenet. E dita të ndërum xhamat, që duhet ta kemi parasysh në Ramazan, cila vini re të ndërum xhamat. Islami ka një varg veprash, ka namaz, ka agjërim, ka zekat, ka hax, ka shumë. Agjërimi është, sikur që ka thonë Imam Ahmedi, në ta s'ka ria, s'ka ditësirësi. Dhe kjo është temë veti, po ditë diçka tjetër që duhet ta kuptojmë të ndërum xhamat. Ne zakonisht lidhemi punë me njerëzit. Smasosi punën, sekreti punën, i thash banma se bani, ja, unë kujtova që kia gjeri mirë, kujtova që masos punën. Dhe kjo vazhdimsi të ndërum xhamat, edhe pse është sebeb, po ka një herë teprohet. Ku teprohet? Ku lidhet njëri me njërin. Kur të lidhet njëri me njërin të ndërum xhamat, bëhet ftoft. Andaj ti i shep lot njerëzi si të mete vetë të shtëpia si rrihet. Minjar thot dal dikun, ta pini kafe, të rinjë. Ai te çajtoria, jo që kafe s'ka të shtëpia, po grumbullin e lip. Thotim Ibn Jauzi rahimahullahu taala, ai i cili s'ka raport me Zotin nuk i rrihet vet. E kundërta e pejgamberëve alayhimus salatu wassalam dhe njerëzve të mirë. Shikon e pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. I thonte Aisha radhiyallahu anha, un po falla. I ka thënë se gruaja ka pas. Un po falla. Ti bën flet, un po falla. Thot Aisha, disa herë natën zgjohesha për xhumit, ai tu fal. Unë flesha, u çojsha, ai tu fal. Unë prapë vazhdosha xhumit, prapë u çojsha, ai tu fal. Në ditë tha udhim shumë. Shiko, realisht kush kujna të duhet mi udhimt? Kush do të kujna më? Realisht Aisha për të udhimt. S'ka më të fal. Pejgamberi sa me Zotin e vet, ai shkarrim me mbretin. A mundesh me para minutë tash për shembull njëri rri aty me kryetarin, me kryeministin, ai ka milionat, ki thot xhunave, veç me kryeministin ka med. Jo xhunati, jo xhunati, sa ai ka këta, ai çka ti kujtohet i ka. Pejgamberi sa më me Allahu subhanahu wa taala tu fal vazhdimisht. Edhe thot Aisha, thot ditit për ditë dhe i thash, ja Rasulullah, tu kanoj komt, veç vet natën, kit tu fleti tu fal. Por realisht duket sikur ai po hek. Çka i tha pejgamberi alayhis salatu wassalam, o Aisha, fala uhibbu an akuna abdan shakura. Tha zban me dasht që Allah i ti tham, sepse Aisha shka i tha, ja Rasulullah, Zoti ti ka fal gjunat, po ti mos i jap zot se Zoti ti ka fal gjunat. Të ndërum xhamat, nani pe neve me mi pas gjunat e falta, na çka bojna? Para më notime ta çu me mesazh, dekret. I e i falt. Po na sprek me on tok mo. Na kit një gishtan të mi kallëzuese, do ma prek dorën mua. Pse? Se mund xhenet li. Omer ibn Khattabi, pejgamberi se me ka dhënë dekretin. Ka thonë ti xhenet li. Para më not ti pin tok i ka kallëzu. Pse ka kallëzu e ka ditë se si livrit zemra ati. Apo a neve një di njerëz më na thon boll burimir kanë, na levrit pak zemra, ha? E im lavdroj. Mos ani ai treti më thon hiç kanë burimir, thotë qyre kis me dhe hakin. Na mini rrotllojna dhe ndikomi për emocioneve. Pejgamberi sa çfarë bani? I tha Aisha, soi Aisha, e di që mi ka fal gjunat.
Tha po du mi thon faleminderit. Po du mi thon faleminderit. Ibn Jauzi rahimahullah kur e komenton këtë hadith çfarë thot? Thot shikon e pejgamberi alayhis salatu wassalam i cili ishte i lidhur me Allahun. Ata krejt shkojshin sebepet e kësaj bote, ai shkon tek ahireti. Se e donte Allahu subhanahu wa taala. Dhe e njëjta i ka ndodhur tu dek. Ka ardhur Jibraili alayhis salatu wassalam thonë o Muhammed alayhis salatu wassalam, Zoti i madh po të ban selam, a do me nejta në dunja? Tha belir rafiq al-a'la. Tha jo do me shku te Allahu i madh. Ha? Njani për neve të ndërun gjemat me ardhë me lekul me uti edhe mi i thanë e kanë vendos prej Zotit madh Gjelle Gjelalu me t'i dhanë edhe 400 vetë api do apo do me ardhë cili për neve ha? Vallaj edhe mës me ditë me në shkrujti që të gishtat mini herë bere ta në shkruj vla edhe 400, edhe 500 Allahu subhanahu wa ta'ala ka përmen këta në Kur'an ha? E ka përmen në Kur'an se njani për të në donë me jetu 1000 vetë ja weddu ahaduhum njani për të në ka me raksa me 1000 vjetë, 1000, apo? E ato 1000 mësani ku t'i veni i funit, thot, a përnë edhe 1000. Për nga mele salatu sallam në 63 vjetë, qëfar ka va? I ka thonë, a do me nejtë? Jo, ka thonë, s'du me nejtë. Pse? E kjo qëfar mësimja? E agjerimi sa do me të nësue? Allahu Gjelle Gjelalu u thot, ti a ki të shmitar që i agjerushëm, ti i thu veç zot, të shtije. Apo? Me thonë ti dikush, valla sa të më mor mengët që i të ninua. Që i thu? E di Allahi. E di Allahi a të ninua, jo. Apo? E tani çka duhet të kuptojmë të ndërum xhamat? Të kuptojmë se të lidhemi me Zot. Mundojmë punë të me lidh me Zot. Ani shkon punë, ani merri sebepot, ani bani dare. Idare çka do të thonë me sill. Apo e dara hu, ne i thonë ai dare. Çka i bie i dare? E keni pasur zakonisht kur i vet na njerëzit, pse pi jap zor thot por i dare hoxha. Çka i dare? I dara me sill. Ja? Ne sillim sebepin. Ama Zoti e merr vendimin. Zoti da ka krijuar. Apo, insani e gjun farën edhe masi, ama farën zbët vetë kur ta gjuje farën i thot shtash Allahu subhanahu wa ta'ala ti e martu ama e vladin Zotit ta be ti e martu ama Zotit e vladin ta be andaj, letë mësohemi që pasi ti marrë mi kitë sebepët Allahut mi thanë o Zot ti, me ti e kam lidhjen te ti jam andaj i vetë mi ajet ku Allahu subhanahu wa ta'ala e ka përshkrujt vetën e vetë nga të muslimanëve, nga të robëve vetë është ajeti vargit agjerimit. S'ka në Kur'an tjetër ajet. Veç ku thot Allahu subhanahu wa ta'ala në vargun e agjerimit në surën Al-Baqara wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Qash ngat ka thënë Allahu subhanahu wa ta'ala nëse dëvesin për mua, ha, wa idha sa'alaka ibadi anni, ha, fa inni qarib. Tradita e Kur'anit në shprehjet të tilla ka qenë çfarë? Kul. Thua jo Muhammed, kul, thua jo Muhammed. Kur ka ardhur te afërsia e agjerusit, ka thonë nëse të vet agjerusi për mua, besimtari nëse të vet për mua, fa inni qarib. E ka hek fjalën kul, e ka shtit fejen, çka i bie, çati ngat janë, çati janë. Nuk ka më ngat se Allahu subhanahu wa taala. A mundem me para minutë ndërum xhamat kështu, që ta kuptojmë çka bëjmë na shpeshherë kur lidhemi me njerëz. Para menoj e kije çati ngat një dost mirë o milioner. Edhe e ki njat mirë, edhe do sti miraj, po ka parë ta kurkun, hiç, me gjithësia qenë. I ftjaq, ka nevoj minimue. Edhe njani vjen tjetri po të përcjell pjarësh. Edhe te ki një zort madh për pare. Edhe ju ki lik ti fukarajës, beri be do pare. Një mën be qëto, apo, aj zingin një agjet i dos të kije. Edhe aj të thonë ti, hec këto, hajde unë të një moj, apo. Me ardhë një njëri me që të thotë, qëke e të bëthë, që e be umita të lutë këtë dosin, të ma japën e dinar. Po ki zingini të shkarrit. A e ki dos po pse i hip qak këti, Allah? Që ma ki? Po ki veç me një letët asos punën. Po ki milionerë. Edhe dos të ki, edhe ato të thonë, hajde të une. Të ndërum gjema, shembull Allah të është ma i madhi. Na e lutë me njerin, e lutë me pse ves për masos punën, e lajnë ati cili e ka ndorë edhe këtë njeri, edhe që ka thëtë Allahu subhanahu wa ta'ala, wa idha sa'alaka ibadi anni, fa inni qarib. Nëse të pyesin robt, a pse ka thënë idha sa'alaka? Se jo kit vesin, jo kit. Andaj bëu ti pe atyre të cilët thu, o Allah, o Zoti i madh, sos ma ti punën. Sos ma punën. Nëse dostin se le. Nëse baba e vladin se le. A e le Allahu robina? A të le ai i cili të ka prunë dunja? Abdullah ibn Omeri radhiyallahu anhu të ndëruar xhamat, ka qenë shoku i pejgamberit alayhi salatu wassalam. E ka pas një kujshi, ka pas 10 vlat. Kjo 10 vlat më pedili se akon motish, tash më me këtë kinez mode ka ditë treveç, apo se ka hupo ajo.
Ajo që ja kanë 10 fëmijë, por shembull mi pas njëri 5 xhallar, 5 halla, 5 teze ka vdek mo. Këto brezi i ri, një menzini daje ka, e ka se ka. Apo, menzini migje ka. Pse? Se tutë e madhe. Kush mi rrit o gjo? O të krize madhe, qish mi ushqie. Apo, qire, bëllëki ashtue bashkë me tutën. A para 30 vetëve? Para 30 vetëve. Bëllëki o konë pak ma pak. Kam ja konë, pra, ma pak kanë pas njerëzit. O, ma shumë ka pas guxim. Su ka tu dojë për riskut. Apo, tash për shembull, në kohën e iPhone-it, në kohën e telefonit, në kohën e bëllëkit, këtë restorane hajnë, a ma tuta, jo dhët, problema bëgjo. Kush mi rrit 6.000, 7.000? Ai kush i Abdullah ibn Omerit ka pas 10.000. Edhe një ditë për ditë veshën xhami. Thot, pse je mazun? Qa kije? Thot, dunja lëk, o gjo. A e konë djetari i sahabeve, djali Omerit, Abdullah ibn Omerit, djali Omerit. Thot, qka je mazun? Ja, po thot e vladët be, shumë. E ki pa, na kur folë në më njështë. S'me nëzi o gjo, dhe shpirti e me ditë që i kam martue. Po pseve Allah, pseve gjithë këtë cikletët. Pse më në me sekletar për këtë dunja? O, pasha zote në mësë më kanë ti ka më martuaj. Psa ka më metë pa martuaj? Apo, e ki pa të të njështë thot, me bo mësë më kanë nune, hajna ma mirë. Ha ma i kujton që kena me dekna. Jo mërë na kena njërës plot kanë dek, edhe kanë shku na prap kena vazhduhe. Dili ka dalë, ha na prap del. E që i tha Abdullah ibn Omerit, tha, ha, që ki? Tha menzi pja dalë o gjo. Ha, Abdullah ibn Omerit ja dha një mësim shumë të madhë. Që i tha të ndërum gjëmat? Tha, qatë e vlad, shka s'po munët Allahi me ta furnizu be më muë. Ja, a je murvesh, janë këtë meqëm ato. Ka thënë Arab, el-lebibu bil isharat i jefhemu, i meqmi me isharat. E ki po njëri meqëm, njës të meqëm. Veç i thot, e ke kerim bja gjë, e mërvesh, be ma ta, e mërvesh. A Irani thot, që i të thonë? A Irana, apo, ama këto janë ngonë shumë të meqëm. Ka thënë, nuk ri, e mpora vesh. Qka i ka thonë të ndërum gjëmat? Tha, shpegojnë ana, se dikush nësa se mërvesh. Abdullah ibn Omerit ka thonë kështu, pi qatin ve dhejtve, qatë së më pëmënin me ushi, Allahi, be ma muë. Ka thonë, jo. Se i bje qka? Masi aj Allahu i cili është furnizus absolut, i pakufizushëm, aj s'pëmënin me ta furnizu, pa une be ka me ta furnizua. Nëse s'mënin Allah me na dhan uj, a une, po qa me bëune? Andaj të kuptojmë nga agjërimi të ndërum gjemat, që lidhjet tona tjenë veç me Zotin e madhë gjele, që ta do me mëni agjërimi. Nëse për Bajram ti nuk lidhësh me Allahun, nëse mas Ramazan ti si shumë i lidh me Allahun, ti s'ki agjëruar. Po ti e lodh, na jena lodh, kena lodh hajër, kena lodh pijen, ama në fund s'kena mëni kur gjo. Po këtë asyjë të ndërum gjemat, e para, këthimi të Zotit sinqerisht, këthau të Zotit, apo sikur që kthehet e vladit e nana dhe baba e vetë. Ka gabu gjithë ditën thot, erdha. A i bërtasin, a e kritikojnë, a e qërtojnë, i uvi jam, edhe ti thuj Zotit, i joti, robi jam, i joti. Apo, edhe e dyta, qfar? Duhet të lidhemi fort me Allah subhanahu wa ta'ala. E kur të leshi lidh me mbretin e madh, a tutësh pi krijesave? Jo, nuk tutësh. Pse? A keni pa këto, sidomos shka janë për pushtete, a ki pa që i shecit? A ki pa me ka 50 kera, që të njerëzit mlojnë dhe me. Apo, ama ato desin. Vallaj, se kanë janë apo habitmi, edhe ato desin. Sa pitin e kina vërros, kanë shku në akiret. Apo, keri me t'jashta i mrejna. Andaj të kuptojmë nga gjërim të ndërum gjëmat, se përveç Allahut, kur kush mbrojtjes në del, përveç Allahut, as kush në furnizon. Kjo është mesazhi i agjërimit. Por çka janë ato agjëruar? Pse barkin e le? Pse barkin e le? Shpras. Për çka pikë? Tjetra të ndërum gjëmat, që duhet ta kuptojmë nga Ramazani. Të ndërum gjëmat, agjërimi ka ardhur mas Kuranit. E jo agjërimi para Kuranit. Se ne e ngatrojmë kanë jarë. Edhe shpesh i nin plot muslimanëve muji i agjërimit. E dim që se bojnë me qëllim, po gabim o kjo. Allahu gjatë në Kur'an, shehru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Muji Ramazan në ta ka zbrit Kur'ani, që i bie çfarë? Çiki Ramazan ka ardhur mas Kuranit. Kurani është i pari. Kurani është navigatori. Të ndërum xhamat. Ana musliman çka kena bë? Kur'anin e kena lënë për bereqet. Çish e bën Kur'anin? Na Kur'anin kur e kena, o xho, na la baba. Çka më bë? A më knuja sena, çka më knue? Kur'ani nuk ka për çka punë të ndërum xhamat. Kur'ani është udhërrëfyes. Çka i bie udhërrëfyes? Ta rrëfen udhën, çknej, atë çknej. Djathtas, majtas, para, po ku do me quë, nuk çon Stamboll. As në Kim, te xheneti Allahu subhanahu wa taala.
Apo, ama na e keni pa katë do që të shkojna, e shtipni ati navigatorin, e lojnë ankerë dhe bismillah nismi. Ja, po shtipe ati, te navigatori Kur'anit, lipe gjennet, edhe këshili që ta kalëzën. Ama, a keni pa ju dikush për shimë me morë navigacion, me instalue, edhe mi thonë, mëse prek, vla, në janë një pishkir, edhe kena qënë Stambol. A keni pa që ishtu dikun? Merë t'i kerin, për shimë dhe loja pishkirin, edhe më loje, edhe me thonë, bismillah preke, se kjo është shumë e mirë. Jo, vla, e ke pishkirin, loje mirë, ndreqja motorin mirë, bane servis mirë, ullën e mirë, vënoj lanë djekë se benzina, po naftë qëfar e kje, edhe bismillah nisu. E na që kajna të go me Kur'anin të ndërum gjemat? Na Kur'anin e kemi bo, ja kemi nu pishkirin, te prejkmi për bereqet. Nuk ka që është të ndërum gjemat. Kur'anit donë me të trazu tije. Ana Jasinin ja kena bo dekmive. A në Kur'an, Allahu gjilola, në surën Jasinin ka përmin gjalt. Na veç për dekt e kena lanë. A nuk ka për dekt Kur'ani? Qka i duhet mo i dekt? E ka lamo. I gjallit të ndërum gjemat. A keni pa ju në dunja të ndërum gjemat? Veç një pyetje që ta kuptoni se qka po bojnë ana. A keni pa ju dikush të shkue, be me ble vetur, edhe mi thamë për shemull, për ka një të ble vla, për shemull të edhi dika një ka ndrujet baba. Edhe me pa gjallin e vetë ti, për shemull në autosalon, ku blejnë kërët. Edhe me thamë, jam të këshirë që tu një kërët. Po pse o vla i të këshirë, jam të javle babës. Sa ma baba i ka dek. Qish babës? Babës jam të javle vla. Për shpirt babës. Apo kur, a së ne drejton atë makinë. Kështu atë në ndodhë neve me Kur'anit të ndërum gjemat. Kur'ani o për gjallë. Iqra bismi rabbike alladhi khalaq. Lezoje Kur'anin me emrin e Zotit tanë. Ajtë të njallë e tyje. Apo, i vdekt mit mos i bandovi posa së shka e ka punue. Andaj nëse e marim Kur'anin për navigacion, shloje, gjallënoje, lezoje një herë, lezoje dy herë. A keni pa njeri kur marrë udhë gjatë, e këshirë hartën, mirë, nalo, prit pak, mës ta hupi udhën, i merë këtë mjetër, edhe na, si musliman, e kemi nisë për në gjenet. Po flasim për ata që ka dojnë mu nisë për gjenet. A shka se ka gjeneti, valla ki muhabet, këtë ka e prapa i vend. A shka se ka ba udhën për gjenet, apo a i tu shkube në ato, kajna tu shkube, ama a shka e një udhën që ka thot, që gnena, apo, a shka e do Kur'anin, a i thot hoqës dhe njerë, ne zgate valla pak, ama havla kur s'pë zgatët, kafja kur s'pë zgatët, apo, për këtë arsye të ndërum gjemat, mësimin që na jep Allahu në Kur'an, këtë për gjallëta, kjo është për gjallë, edhe ismuri në Ramazan nuk ka gjëron. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar. Thot Allahu subhanahu wa taala, e ai i cili është i smut, s'ka nevojë me agjërue, e kompenzon. Pse? S'ki takat. Ama ti ki takat, ki shëndet, ti dush me mor udhën. Ti dush me mor udhën, dush me gjallënue. Kur'ani është muj gjallënimit të ndërum xhamat. Një periudhë shumë shkurtër, pak para se me dal muslimat në Bedër, Allahu subhanahu wa taala ka bëu xherimin farz muslimanëve. Po çfarë arsye që t'ja u morë këtë epshet e barkit edhe dalin ballafaqon me armikun. Ha? Për këtë arsye pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam kishte edukuar sahabët e vet në këtë medrese të shkollë të madhe të Kur'anit, ku ata me çiket Kur'an të ndërum xhamat, këshira që e kanë pru Islamin. Islami ka shku në 4 anë të botës. Hin në internet, edhe këshira ku ka shku Islami. Këshira ka në vend ku nuk e din Eshhedu enne Muhammed Rasulullah. Që ki ezani, qka thirët? Ezani, fjala ma e mirë e Zotit Gjelle Gjelalu. Ska lanë ven Allah pa e qu. A komunist, a liberal, a demokrat, s'ka lidhja, Allah e ka qu fejrë ati. Kina, veni ma komunist dunja, ka hi islami ati. Japant janë komunista, ju ka hi islami ati. Edhe Rust janë komunista, ju ka hi islami ati. Se ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ky islam ka me hi të çdo lloj shpije. Ku hi dili ka me hi islami. Qish ka hi të ndërum xhamat? Ne e dim se Zoti ka përcjellë. A më janë konë do njerëz i pak që e kanë shtyje. E na si musliman ta marrim këtë agjërim, e këtë Ramazan për navigacion, për udhërrëfijes tonin, jo për me rrëfi udhë të kësaj bote, se udhë të kësaj bote i dina ata shka s'besojnë, ama udhë dhe ahiretit. Udhë dhe ahiretit. A e dina udhë dhe ahiretit në rrumë gjëma? A e dim udhë dhe ahiretit? Qish me shku njënit dhe në gjenet? Sahabit e pejgamberit alayhi salatu wasalam e kanë ditë boll mirë udhën e ahiretit. Njëri prej shokëve të pejgamberit alayhi salatu wasalam, Ribi'i ibn Amir radhiyallahu an, ditë për ditë pejgamberi ja lip një punë, një shërbim, ja krynaj. Shpejt e shpejt, edhe vjen te pejgamberi alayhi salatu wasalam, i thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, për çat punën çka mësose, lip diçka të ta kompenzoj, të ta paguaj.
Ai nuk dashni me e bë me këtë dunja. Shiko kalkulatorin, çfarë kalkulatori kanë pas. Na mini hartë ti shoh në ato qeshëlta tani janë, bëhme amri. Ato dverdhat edhe qergovanta. Na provokojnë neve se jemi dopt ka imanit të ndërum xhamat. Nuk e kuptojmë se ndo letra. Letra ja. Çka i tha? I tha pejgamberi sa tha o ribai. Çat punësh ka mësose. Të ta paguaj. Tha ani ya Rasulullah. E kam një kërkesë. Tha lip. Tha nëse Allahu mban xhenet li, a ban mu kanë kushime tije? Ha, na mu kanë çka i kishmi lip. Ne kishmi lip në pare, në kerr, apo sikur një bedevi që ka lip deve. Që thën, o deve ka, po lip diçka më shumë. Duhet më mësove musliman me lip më shumë. Apo lip shumë. Çka i tha? Tha ja Rasulullah, a fa me lip po? Lutë Allahin të mbaje kushime ti në xhenet. Pejgamberi sa tha, ja be leket muhabet, që punon. Kushime pejgamberi, alaysa. Pejgamberi sa me ka vënin më të mirë në xhenet. Allah na bof me ta ya rabbel alamin. Këtë xheneti, vënin më të mirë ka Muhamedi alaysa, njëri më shumë çka e të Zoti. Çka tha? Jo, tha kjo punë rana. Tha çata pe duaj Rasulullah. A tha velip? Mbas i tha velip në velipi. Tha diçka. Unë kam lut Allahin, ama tha ni mama pak ti. Ni mama tha shumë. A diçka hape kjo? As s'ka kalkulator që e pagu sa shkruan ajo. Sa miliarda me kushton ai vend mu kanë kushime Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Sa kushton ajo? Apo e çka tha? A'inni bi kathrati sujud. Ani tha unë pe lutja Allahin, ama ni mama tha dhe ti pak ban shumë sejdë. Se kushia apo lip. Andaj të mësohemi me lip, të mësohemi ta gjejmë rrugën, ta dim hartën që vazhdimisht ta përcjellim këtë trajektore të udhëtimit tonë drejt Allahut subhanahu wa taala, e që vazhdimisht kado që i hecmi ka 1 kilometër, me thon, a jena ka xheneti? Apo, a keni bëna shpesh ar shoferit thënë, ai të shku ka duhet. Pse? Që mos ta shojë se dërkon. Edhe na shpesh duhet mi bë këtë pyetje të ndërum xhamat, që me veten, a jena të shku more ka xheneti? Allah na bof nasib xhenetin ya rabbal alamin. Të ndërum xhamat, Ramazani begati e madhe, shfrytëzoni në maksimumin e vet. Mos e humni kohën kur s'do të më humb. Mos i humni vaktet e juve kur s'do të më humb. Është muaj ku ne mbushemi me iman, mbushemi me të mira, mbushemi me rahmetin e Zotit xhel xhelalu. Elusim Zotin e Madh xhel xhelalu, që Allahu pjesët e agjërimit të kaluar Allahut na i ban kabul. E këto ditë që na ka mbet, Allahu na dhash vullnet dhe shëndet dhe mbarësi dhe udhëzim që t'i mbushim me vepra të mira. Elusim Zotin e Madh xhel xhelalu që Allahu na mundson me emrin natën e Kadrit, duke qenë me shëndet dhe me iman, duke qenë me forcë për të mbushur fletën e jetës tonë me atë që e kënaq Allahu subhanahu wa taala. Elusim Zotin e Madh që Allahu gjunat tona ti man afë dhe magfirat ya rabbel alamin. Dhe gjithashtu të ndërum xhamat, pasi që na jemi në rahati, edhe shumë prej muslimanëve janë rahati, mos i harroni ata muslimanë të cilët nuk janë rahati dhe kanë skamje dhe kanë siklete dhe kanë luftra, edhe ata janë musliman, edhe ata janë vëllezërit tonë. Lutna Allahu në sejdët e juve që Allahu edhe ata të ndihmon. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.